Hamidia. Më falni. Më bolë se më kanë ngjerë diçka në oh god. Më boni telefon Hamidia në thëritin e Messenger, në Facebook. Më thëriti i herë në 3 natës. Edhe ju përgjigja sa pash Hamida. Edhe më shkoj me një do t'jetë nga këto që bëjnë zakonshmet, sa që si shbën seri për shembull. Që më përkrahin e më suportojnë për videot që bëjnë për protestën, e sa që më shajnë. Edhe thash, duhet me u përgjigj Hamides, kështu e kishte emrin Hamida. Duhet me u përgjigj të ashti se ban me shajt, nuk e përgjigjen thot pati frikë. Ban me lavdru, nuk e përgjigjen thot po kjo jo rritmenje këti gjysmë të natës, në 3 natës. Edhe po s'foli Hamidia, e shifi aty e thoi, po fol me Hamida, si e po telefon. Se dia nuk më gjoj, po më boni dje. Edhe më tha, për ata tha, që po tha ti tha, ne tha jemi kategorisht kundër të ne tha, se unë tha jam gozë dëshmori tha, unë tha, po që tha, së më shanë tha Edi Ramën tha, unë bëhem bish. Edhe thash, po jo more Hamida se më tha që të doshe mërzitesh, nuk mërzitën thash me ty, po du fort, dhe du fort me gjithmen. Hamida më kishe qenë mësuse e ciklitullet. Po ajo që më habiti mu, është se tha që jam nga Fiori. Të jesh nga Fiori, që edhe t'jesh super milioner vet, edhe shkon kur smush në Greqi, në Athinë, në Itali, hyp avionit, edhe t'jesh pra boseve oligark që ke milionë $, ke gjithë Shqipërinë në kontroll. Por ti, në qoftë se jeton Fier dhe shikon, në mos jo ti vetë se mund t'jesh shumë mirë dhe mund t'jesh e lidhur me qeverinë, por shikon të tjerat që shkojnë në spitalet e Fierit, në spitalin shtetëror apo publik të Fierit, ku vjen era mudë dhe shurë, 35 vjet pas rënjes komunizmit, ku s'kan hale të shkojnë ata që të vizitohen, e prap spitali vjen era mudë dhe shurë, edhe të mbrësh këta sisteme, këta qeveri oligarkës, që vetëm pasurohen vetë dhe talën me njerëz të thjesht, me njerëz që aq dinë si Hamideja, që më thotë, jam gozë dëshmori unë, dhe këtu deshët më dalim vlesër e motra. I thash po, po partizan ka qenë edhe gjyshe im, thash, edhe e kam ndjek Gjermanin dëri në Austri o kur shkull këta. Por ata partizan, si baba jo që paskara dëshmor, Mohamed e thash, luftun jo për ta shit, e për t'ja fal kombin të hujve, por që as nuk i deshën të hujt në tokën tonë që përshtus. Si mundesh ti thash mëre, Hamide, të përkrahash këtë lloj sistemi, këtë maskarej, që Berisha i shet detin gregëve, e ky shet Salzanin, e Karaburunit, për në nënë sikur shit më maskara familjen tate, shit më maskara gruan tate, por jo kombin tonë. Thash, po si mundesh mëre, Hamide, po rejnë tha, mashtrojnë, ka shti dhe Hamide shkret, rejnë tha mashtrojnë se nuk e ka shit, po Edi thot e ka shit, po Hamide thot se ka shit Edi, ade, i jepi halë këture. Por, vlezër e motra, ata që, se po, më lotojnë syt, ata që janë të lidhme me qeverinë ose janë pushtetaret vetë si kë kurva i Elbasanit, Holland Balla, e këto peleshët e këto legenda që do t'jo të rëgojnë vendin shumë shpejt, apo njerëzit që kanë hedh firma në për kontratat dëshinta, që kanë vjedh pronat, që kanë bot mundme të tjerë të vjedhin pronat, nuk kuptoj që do ta mbrojnë
këtë qeveri që s'ka njërin bota mbroj. Por njerëzit dhe thjesht që s'kan asgjë dhe nëse kanë qenë komunista 14 karat, si është ajo? Sa karat është Floriri? Unë as kam qenë herë që fle Floriri, as zigjo nga Floriri dhe unë ju rej për vdekje njerëzit se të mos burët kur majnë varë se Floriri në qafë. Edhe femët me Floriri s'është më gjanë më velin, me një argjent nuk e ti pëse më gjanë më bukur me argjent, po s'ka gjonë, me një argjent po jo, si për bluzës, e si për leshit stofit, e shka quhet, por kur ashtë të ty në mish, të paktën aty mes kanalit gjoksëve, ka lezet, të merë dhe sy në keq, vetë sy në keq, se shka qenë. Por e kisha lafin të mbrësh kur s'kes një lidhje me të sistem, unë nuk jam gjinde dhe shpjegoj, por unë nuk jam kundër atyre që mbrojnë njerëzit dhe thjesht si Hamideja, mësusje e ciklit të ullët, për kundër si e du fort, sa atë beson, edhe del edhe më bët telefonë dhe thot jemi kundërshtarë, dhe du bon bishtat, po ma shave Edi Ramën, se baba im ka qenë kara dëshmor, ka qenë luftëtar i kujt ka qenë luftës nacional shqiptare. Vëllezër e motra, ato që luftu për shlërimin e dheut, ato kanë qenë njerëz patriot, edhe ata që i bashkoheshin ballit kombëtar, edhe ata që i bashkoheshin ilegalitetit, së thash ilegalitetit, edhe ata që i bashkoheshin luftës nacional shqiptare, kanë dalë, kanë morë malet, pushkën dorë, kanë lidhë si tha, dhe pres gështetin të lidhë, edhe kanë dalë të luftojnë në armikun, në okupotorin, ashtu si që kanë mendu ata. Nuk kanë qenë ata se kanë ditë ata që është komunizmi, që është Marxi, që është Engelsi. Ato i thoshte në veri, fjalla vje, komisare që të hajë me Luk Floriri, edhe kanë ditë ata se që të bëhet, pastaj filloj ajo, në qo se ishën, se zakonisht njerëzit e varfër, njerëzit fugarej, i dalin zotë dhejot, edhe manipulun me njerëzit e varfër, thamë do t'ja morin pronët këtyre tradhtareve, këtyre belereve, këtyre gallareve, do t'ja morin pronët t'ja japin popullit dhe manipulun popullin e thjesht. Por s'kan ditë ato asgjon nga që është komunizmi, ato thjesht kanë luftu armikun që na kishte pushtu si pas pikpamjeve që kanë pas. Por me kalimin e kohës, me shlërimin e vendit, ata u implikun me sistemin komunist. Ca bon krime, ca s'bon krime kur. Por sistemi ishte sistem kriminal. Sistemi ishte sistem që mbjetoj me luftën e klasëve, si që ka qenë e vazhda tjetë në Shqipëri dhe sot, se janë po komunistët në fuqi. Vinë demokratët, nuk lejnë socialistët të hynë punë, vinë socialistët edhe FSHG në për administrata, po t'jenë i heqin, po që se kanë supportu Partinë Demokratike. Pra lufta e klasëve ka vazhdu, edhe vazhdon, ndaj është koha, sot të përmbysim, këta edhe të përmbysim me revolucion. Revolucioni nuk do t'jetë më paqësor. Revolucioni do të shkallzoj, e duhet shkallzoj sa më parë dhe po e shkallzon vetë qeveria, vetë policia, po na bën mirë. Kanë vu ata një bandorel protestuesit, e kanë vu ke universiteti, rruga dëshmorë të kombit, që quhet ajo bulevardi, nga Skënderbeu të e shikon universitetin, edhe duk është gjithë Tirana. Kanë shku policia me urdhër të Ramës, të Leshit, edhe këti kurvës Elbasanit, Balla. Kanë shku policin të heqi, kush është policia të shkoj të heq parullat e protestuesve. Kush për në nënës jep të drejt një sistemi, një vend demokratik të qoj policin me heq parullat që janë shprehje e fjales lirë, shprehje, ka shku e ka heq atje, që nuk është pron e profesorëve të lidh me Partinë Socialiste, nuk është pron e këtyre klysheve, ku nuk ka pas dhunë fizike, si kurse nuk ka në për rrugë të Tiranës, që po i dënojnë protestuesit se po shkaktojnë incidente publike, nuk e di çka nga syt. Kur populli ata i përkra, i përshëndet,
ku do që shkojnë kur populli nuk po në kohët, këto klyshet do të shkallëzojnë në revolucion të vërtet. Edhe me revolucion pastaj do i marrim do t'ju tregojmë vendin me revolucion, vend që të dënonim në paqe, me gjyqe, me drejtësi, që të mbroshin, këto po kërkojnë që dënoj revolta, shpërthimi edhe përshkallëzimi i kësaj proteste nga paqësore, si qash dun të këthejnë të në dhunë, le të këthejnë, por keni kujdes, se s'do gjeni vrim ku të shkohet të futeni. Kështu thonë tash në Shqipëri dhe kjo është e vërteta. Shkallëzojeni po jo amajti. Shkallëzojeni por shkallëzoni edhe të shikoni në qoftë se keni qejf të përfundoni nga ata që duan thjesht largohen nga pushteti dhe pastaj të merret drejtësia me ju. Po ju në qoftë se doni drejtësinë popullore, do merremi me drejtësi popullore. Por edhe një herë unë edhe kur çdo si unë nuk kemi asgjë me Hamiden, me popullin e thjeshtë, edhe pse vazhdojnë disa prej nesh vazhdojnë të mbrojnë këto dy parti, këtë sistem, vazhdojnë të mbrojnë dhe do të vazhdojnë, por me ato njerëz që të thjeshtë se ashtu kanë bindjen, ashtu është musha radake, ne s'kemi asgjë me ta, ne kemi me klyshët, me kriminalet që popullin e quajnë jo armik të Iranit, jo agent Serbisë, jo agent Grekëve. Kush ato që kurvat e Serbisë e kurvat e Grekut që janë parlament, quajnë popullin. Po të shtimur deri nonën, që kanë dalë parlamentarët evropian e poshtohen çdo ditë nga anëve që bashkohen protestës në Tiranë. Do të shpallin edhe ato, agent Iranit, mor deri nonën, Sami Gjoka